Më jep një koment për babain tënd, një gazetar shumë i njohur, shkrues, lexues, e shikoj dhe në rrugët e kryeqytetit me libra në dorë, gjithmonë duket që është i apasionuar pas librit. Si të shikon ai në politik? Të jep ndonjë koment? Ka ndonjë kritik? I pëlqen ndonjë gjë, si pëlqen? Si sillet me ty përtej kamerës? Ka pafundësisht kritika dhe është e vërtetë të gjitha të drejta janë. Dhe unë mundohem që ta dëgjoj shumë. Ndonjëherë ai arroganca e të riut të pengon të dëgjosh, dhe ajo është një pikë e dobët për të gjithë të rit. Dhe sa më shumë ti dëgjosh njerëz që kanë më shumë eksperiencë, aq më mirë do të jetë. Dhe unë mundohem të paktën ti dëgjoj edhe kur nuk ja pranoj në sy, po pastaj gjithsesi bëj atë që thot ai në kuptimin e se si duhet të flasësh, apo për një libër që duhet lexuar, apo për një koment se si duhet analizuar. Unë jam pak më ekspresiv dhe pak më impulsiv dhe ndërkohë që puna që ne bëj nuk e kërkon atë impulsivitet, dhe patjetër në këtë kohë, se duke u rritur me përditshmërinë politike, patjetër dhe ti mëson dhe avash i kupton edhe këto gafa që ke. Po njeriu asnjëherë s'është perfekt. Patjetër. Rrugtim është. Fati im është që e kam babain tim që ta dëgjoj, siç thatë ju, ai është njëri tetë i lexuar, shkrimtar vet. Ka botime nga më të rëndësishmet të Shqipëri, po themi vetëm për zonjën e zezë në Xhimi Hoxha, që për vite të tëra ka qenë bestseller. Është i botuar në 11 gjuhë të ndryshme, pra është gati kudo për Europë, dhe është njëri që është marrë intensivisht me politikën, me role shumë të rëndësishme kryesore, patjetër mbështetje gjithmonë të së djathtës. Qase konservatore, republikane. Do të thonë, të mendosh në 97-ën, kur shumë njerëz janë larguar, babai im hapi gazetën 55. Që ishte në mbështetje të Partisë Demokratike. Dhe po në 97-ën botoi librin. Edhe se ka fshehur, ka qenë të paktën konsekuent, që është një qasje pro të djathtës. Dhe në 97-ën, kur kishte një frym anti Berisha apo gjithçka tjetër, jo se kishte miqësinë e veçantë me Sali Berishën, po sepse besonte atë betejë, babai im votoi dhe librin Berisha përmes Kasandrave, që sa më shumë kalojnë vitet, aq më i vërtet dhe realist bëhet ai libër. Kush nuk e ka lexuar, po t'i hedhë një sy, do të shikoj se si edhe sot e kësaj dite janë shumë të rëndësishme Kasandrat ku lëviz Sali Berisha. Pra në këtë aspekt unë kam shumë fat që e kam. Me babain tim janë këshilluar shumë politikanë të rëndësishëm. Unë kam fatin që e kam në shtëpi. Kam dhe falas, po. Kleviz, çfarë nuk i pëlqen? Më jep në një episod konkret. Dhe dua edhe këtë. Ose cila ka qenë një kritik që ai ta bën më shumë. Për fjalimin e fundit, jo këtë të kësaj seance, po në seancën e kaluar, më tha toni i zërit tha shumë i lartë, tha, dhe është më bie më shumë sy tha agresiviteti, mërzitja jote me qeverinë, tha, se sa të dëgjohet thelbi i çështjes si ti po ngren, tha. Nuk di unë ku të përqendrohem që e mërzitur ti, tha, apo se çfarë ka ndodhur. Njerëzit duan të gjejnë se çfarë ka ndodhur, nuk i intereson që e mërzit ti. Interesante. Po. Shumë kritik e hollë. Po, domethënë, nuk mendoj që sa do vite të ri unë atë sallë, apo të merrem me këtë punë, nuk mendoj që mund të arrijë ndonjëherë në standardin që mund të jetë plotësisht i pranuar për babain tim. Se nuk di mund të jetë në një rast i rrallë që ta ketë arritur sot.